Pas një sulmi në zemër, sot herët në mëngjes ka ndëruar jetë këngëtari pop muzikës Shpat Kasapi. Ai nuk i ka mbijetuar atakut kardiak, ndërkohë që nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje më herët. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur me 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore, që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndrua në hite si AMD, Valle Kosovare, Dashni Palimit, Aroma e saj e shumë të tjera. Ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore.